Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, për të folur për një dyshe që në fakt ju e admironi, ju e doni shumë. Do të ndaloj të flas për Selin Bollatin edhe për Gimbon. Së fundmi Selin ka qenë pjesë e padiskutueshme e rrjeteve sociale, është komentuar jashtëzakonisht shumë raporti i saj me Gimbon. Domethënë janë një çift që realisht nuk e përdorin historinë e tyre të dashurisë për Instagram, në qëndrimin e historisë, kështu ta them, në qëndrimin e asaj dashurie. Selina dhe Gimbo kanë qenë shumë qytetar, kanë qenë shumë të njëjtë si njerëzit e tjerë, do të thonë kanë vepruar si njerëzit e tjerë, kanë bërë lëvizjet si njerëzit e tjerë, nuk është se kanë përdorë shumë rrjete sociale, nuk është se kanë bërë skandale për të reklamuar veten, do me thonë kanë qenë, në përgjithësi kanë qenë një çift shumë ideal dhe një çift shumë i bukur. Së fundmi, Selina ka folur hapur për raportin me Gimbon. Ju e dini shumë bukur që zotri Jetoni në intervistat e tij që jepte, ai gjithmonë kishte një qëndrim shumë fantastik për Gimbon dhe tregonte atë respektin dhe dashurinë e madhe që kishte për Gimbon si natyrë. Do të thënë Gimbon e admiron shumë, Gimbon e do shumë, Gimbo është djali të cilin e ka kërkuar kjo familje, do të thënë djali që vërtet i ka dhënë ngjyrë asaj familje dhe e ka shtuar energjinë pozitive. Dhe mua më pëlqen që familja e zotëri Jetonit konsiderojnë gjithë këtë respekt për Gimbon. Por së fundmi Selin ka folur për raportin dhe për marrëdhënien, dhe ne të gjithëve na intereson të dimë se çfarë thot ajo për Gimbon. Selin Bollati ka folur hapur për marrëdhënien e saj me DJ Gimbon, me të cilin nisi romancën gjatë pjesëmarrjes në Big Brother VIP Albania 5. E ftuar në emisionin Pushime on Top, ajo tregoi se lidhja e tyre është ndërtuar mbi mirëkuptimin dhe nuk i ngjan marrëdhënieve tipike të brezit të tyre. Këtë që unë e thash në fakt më herët, do të thënë Selin dhe Gimbo ka një marrëdhënie shumë të shëndetshme. Ne të dy nuk kemi trajtuar kur marrëdhënien si dy të dashur në kuptimin klasik. Për fatin ton të mirë, gëzojmë një marrëdhënie shumë të shëndetshme, e kemi thënë edhe më parë, edhe pse është keq interpretuar nga publiku, është shprehur Selina. Ajo shtoi se mënyra se si kanë ndërtuar lidhjen i dallon nga bashkëmoshatarët e tyre. Ne nuk i përkasim gjeneratës sonë për mënyrën se si e kemi ndërtuar marrëdhënien, sepse gjenerata jonë është shumë e komplikuar, sidomos kur bëhet fjalë për lidhjet në çift, por ne jemi mirë, tha ajo, duke folur për bashkëjetesën. Selini e komentoi me humor partnerin e saj duke thënë se deri më tani gjithçka po shkon mirë. Megjithse pranoi se DJ Gimbo nuk është natyrë shumë korrekte në përditshmëri. Çifti tani është në çdo paraqitje bashkë e në përkrahje të njëri tjetrit. Do të thënë arritëm të kuptojmë që Selina dhe Gimbo jetojnë të dy së bashku me një shtëpi.